Mbrëmjen e së premtes në zemër të fshatit Pojan përballë mureve të lashta të Apolonis u zhvillua me një atmosferë të jashtëzakonshme edicionin 7 të festës së grurit, një ngjarje që bashkon trashëgiminë kujdësore, traditën dhe dashurinë për tokën në një festë të paharrueshme për vendasit dhe vizitorët nga gjithë Shqipëria dhe diaspora. Festa mblodhi mijëra pjesëmarrës që shijuan traditën përmes muzikës dhe veshjeve, prodhimeve vendase dhe kulinarinë unike, përmes panajireve dhe atmosferës festive, përmes paradave unike të mekanikës kujdësore dhe mbi 400 vajzave dhe djemve të stiluar enkas për këtë festë. Këtë vit, pjesë e paradave simbolike ishin edhe fjerak nga diaspora. Ne kemi ardhur enda si për këtë festë, kemi ardhur nga Athina, kemi udhëtuar gjithë natën, sepse jemi një shoqatë fjerakëve në Greqi, që quhemi Muzekeja dhe ruajmë traditat e qytetit tonë dhe kemi ardhur të gëzojmë bashkë me ju dhe të përcjellim këto tradita edhe në tokën greke ku kemi fjerak. Neve më të mëdhej kemi ndërmend të kthehemi, të vim një xhiro atje. Megjithatë ne traditën e ruajmë dhe në Greqi. Po na dhem fjeri. Ne vi vit për vit, unë këtu jetoj. Unë jetoj në Greqi, në Athinë, dhe pas 40 vite unë bërë një takim me shoqet e basketbollit, kemi dalë kampion atëherë dhe ishte një gëzim i papëritur dhe mallëngjivi të gjitha. Dhe tani erdhëm në festën e grurit, na ftoi Bashkia e Rrethit, dhe me ardhi të gjithë të takon vetë me shoqet. Unë që e Melida Sopoti, jam kryetare e shoqatës Apollonia Bashkimi Fjerakëve në Greqi. Ne aderojmë këtu e 3 vjet, duke u munduar dhe punuar për të ruajtur traditat dhe zakonet e bukura muzikare. Çfarë gëzimi u sjell festa e grurit? Si gjithmonë, muzikeja ka qenë gjithmonë hambari dhe neve festojmë me shumë dashuri dhe nostalgji këtë festë dhe më vjen jashtëzakonisht mirë që bashkia e qytetit tonë e feston kaq madhërisëm. Është ndoshta festa më e madhe, jo ndoshta, po është më e madhja. Kënaqësi e veçantë që ne vim nga Greqia, shumë kënaqësi për neve. Falenderoj kryetarin e Bashkisë Fjerit që na ftoi, ka respektuar këto vitet e fundit me pjesëmarrjen tonë këtu. Jemi shumë të kënaqur, themi se do kalojmë bukur. Festa është madhështore. Po janë dhe fjerakët e Patrës dhe të gjithë Greqisë dhe nga të gjitha fjerak, nga të gjitha shqiptar që për vite të tëra mundohen, luftojnë, të jetojnë, të mbijetojnë, të sjellin diçka për qytetin tonë, kemi përshëndetje dhe ju thonë me bereqet, gëzuar, shëndet, lumturi për të gjithë fjerin tonë të dashur. U falenderoj shumë Bashkisë qytetit Fjerit. Me këtë që na ka bërë neve, erdhëm nga Athina për arsye që neve të festojmë një festë shumë të bukur, festën e grurit. Gëzuar grurin e ri që kanë prodhuar fermerët fjerak. Po kjo duhet të jetë edhe pak ndihmë nga qeveria, duke i mbuluar të paktën shpenzimet e tyre si farën, plerat klinike dhe mundësisht edhe për baditje. Dhe kjo i motivon fermerët fjerak që marrin kurajo dhe punojnë dhe i mbjellin tokat e tyre me kënaqësi. Duke pasur mundësinë ekonomike, ata kanë mundësi që të zhvillojnë sa më shumë për të i festuar dhe të mbjellin sa më shumë gru. Se gruri i Muzeqes ka cilësi shumë të mirë dhe duhet ta mbështesim të lloj biznesi të fermerët sa më shumë që neve mos të marrim drithra nga jashtë ku ne kemi mundësinë dhe krahun e punës që ne i prodhojmë këtu në vendin tonë. Se farat janë hibride, i marrin deg farnave por i shërbejmë dhe prodhimin e kemi diçka. Festa gjithmonë ka vetëm anën e mirë. Gëzohet, bisedojmë me njëri tjetrin sa mbollëm vjet, sa morëm, sa mbollëm si vjet, sa morëm, sa kemi ngritur rendimentin. Edhe kjo vazhdon, mendojmë që të vazhdojmë çdo vit në ngritje të rendimentit. Festa e grurit, e kthyer tashmë në një traditë të përvitshme, nderon jo vetëm grurin, simbolin e jetës dhe begatisë, por edhe punën fisnike të bujkut muzeqar. Për organizatorët e Bashkisë Fjer, kjo festë në Pojan është më shumë se një ngjarje kulturore, është një rikthim të rrënjë, një falënderim për natyrën dhe një premtim për ta ruajtur dhe trashëguar më tej identitetin muzeqar. Në Pojan është viti 7 që ne si bashki organizojmë këtë festë fantastike me rastin e Bukës së Re.
një certifikat me njëllë doktorat. Jam shumë i kënaqur, jam shumë i lumtur sot. Pjesëmarrja e njerëzve tregon vetë për këtë festë fantastike që tashmë ka marrë për masa kombëtare. Ne si bashki edhe këtë vit kemi bërë përpjekjet maksimale për ta mbajtur gjallë, për ta zhvilluar dhe për ta përsosur më shumë këtë festë. Ndaj unë falenderoj të gjithë pjesëmarrësit, të gjithë bizneset, të gjithë fermerët që janë bërë pjesëmarrës në kësaj feste fantastike. Faleminderit gjithëve dhe gëzuar bukën e re, gëzuar. Sot është zhvilluar për të 7 vit të radhës si festa e grurit, një festë tradicionale e cila vjen si një frymëzim i një tradite mijëvjeçare nga antikiteti dhe zhvilluar pas viti. Festa e grurit sjell një traditë kulturore dhe bujqësore të promovimit të prodhimit vendas, të kulinarisë që i dedikohet festës së grurit, por edhe traditës muzikore, folklorike. Sot në këtë festë kanë ardhur shumë panajiri shëndërtuar me fermerët e zonës, kryesisht, të cilët për herë të parë kanë sjell kultivarët vendas të grurit, është panajiri i bukës, njëkohësisht, edhe pjesa tjetër është pjesa e koncertit festiv, që janë këngëtar të ftuar dhe këngëtar të zonës. Është një festë që ndiqet masivisht. Pjesëmarrja e të ftuarve e vizitorëve në këtë festë arrin deri në 4.000 veta, gjë që pasqyrohet edhe në natën e sotme, ndërsa burimet njerëzore që morën pjesë për përgatitjen e kësaj feste janë mbi 600 veta. Janë kryesisht banorë të zonës të Pojanit, por edhe të ardhur nga Fieri. Vizitorët e kësaj feste janë nga Myzeqeja, janë nga Fieri, janë nga gjithë Shqipëria, por dhe nga diaspora. Festa e grurit është një nga festat më madhështore tradicionale që organizohet në Myzeqe, që këtë vit kishte mbi 4.000 vizitorë. Fermerin e parë, të cilin dhe përshëndetin dhe vijon